Depozituar një kërkesë për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Sot është data 19 shkurt. Javës tjetër është javë e gjelbër. Ndërkohë që javës tjetër bëhen më shumë se sa 4 javë nga kërkesa për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Në fakt shoh që Ministri i Arsimit është këtu. Dhe po kuptoj që ky është problemi i Parlamentit, jo i ministrës që është këtu. Çështja për cilën unë interesohem ka të bëjë me hapjen e shkollës 11 janari apo e di Durham si e quajnë, e cila ka mbaruar që në datën 1 tetor dhe sot që jemi në datën 19 shkurt nuk është hapur ende. Tani këtu në këtë sallë shpërdorohet koha për çështje që janë fare në rend të ditës javë për javë. Dhe për çështje që kanë të bëjnë me instrument shumë të rëndësishëm kontrolli të Parlamentit mbi qeverinë, këtu koha është me racion. Tani, interpelancat, seancat e pyetjeve që rregullohen nga rregullorja apo kërkesat për informacion nuk mund të jenë me racion. Dhe kanë kohën e tyre kur bëhen. Po ju them, kam kërkuar në datën 2 shkurt. Afati maksimal që jep rregullorja është 3 javë. Për njërën nga modelet e seancës pyetje. Ndërkohë që atje matan janë 850 nxënës minimalisht që shkojnë turni i dytë. 1700 gjyshër, njëri njëri tjetri, që çojnë fëmijët atje në shkollë, turni i dytë. 1700 prindër kur s'ka gjyshër, që duhet rregullojnë gjithë agjendën e tyre dhe veçanërisht punën e tyre për të marrë një përgjigje se kur hapet shkolla 11 janari. Që po e përsëris ka mbaruar në datën 1 tetor. Dhe në këto kuptim, tani unë kam bërë një tjetër seancë kërkesë për një tjetër seancë pyetje-përgjigje, siç kam bërë një tjetër kërkesë për interpelancë, dhe që normalisht mbivendosen me njëra tjetrën dhe dalin jashtë afateve procedurale. Kjo e para. Dhe po e përsëris, nuk janë me racion. Instrumenti parlamentar i kontrollit parlamentar nuk mund të përdoret me racion. E dyta gjë që kam, dhe kjo është e përsëritur, kam një seri kërkesash për marrje informacioni. Një pjesë ja u kam bërë dhe juve tani për djeni, për t'ju thënë që pasi është te i kaluar e zauruar çdo lloj afati me drejtorinë e tatimeve dhe me institucione tjera, AKU, ISU dhe tjerë me radhë, tani do të shkojmë drejt kallëzimit penal për të marrë një informacion që është legjitim dhe që nuk përbën absolutisht të dhënë konfidenciale. Dhe nëse është, përgjegjësia për konfidencialitetin është e imja. Ta përfundoj fjalën, të lutem. Pra është e imja si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që s'kam kërkuar asgjë përveç se një listë me emrat e kompanive që janë kontrolluar në kuadër të sigurisë ushqimore apo të operacionit kundër informalitetit. Konfidenciale. Faleminderit. Tani lidhur me çështjen e parë, është e vërtetë